këtë vend e kam hyrë të keqja. E din që Hadzef Plumi të gjithë kleri katolik, për mënyrën se si janë torturu, për mënyrën se si janë ekzekutu, për mënyrën se si janë vra. Kur them ka pas burra, ishte se në togën e pushkatimit, para togës pushkatimit, kanë qenë vetmit. Që para se me u pushkatu, kanë thonë, rënoft Shqipnia, rënoft Krishti mret. Anton Mëshkalla, klerik franceskan, vllai Pjetër Mëshkallës, klerik franceskan. Pjetër Mëshkalla 1967 i shkruan me Mehmet Sheut, i shkruan një letër, ku i thot, jeni të krijue një brez oportunist, famkeq, cilët të shtrënguem prej kafshatës bukës, janë gjendje me pranue me gojnë e vetë atë që se besojnë. Dhe vllai Pjetër Mëshkallës, Anton Mëshkalla, ishte në të njëjtën qeli me Hafiz Ali Krajen. Unë Hafiz Ali Krajen, është klerik musliman. Unë e kam tatuazh. Pra ti ke Hadzef Plumin në krahun e zemrës? Po, ke edhe një klerik musliman? Se unë tatuazhet e mia i kam feat dhe. I kam vetëm me simboli kombëtar. Kur Anton Mëshkalla bashkë me Hafiz Ali Krajen rrinin të dy Shkodran. Hafiz Ali Kraja kujtojmë që ka qenë një ndër miqtë më të mirë ose miku më i mirë i Axher Shfishtës. Ka marrë fjalimin që në vdekjen e Axher Shfishtës. Ka qenë armik i zogut, i italianëve, i gjermanëve, i komunizmit, gjithë jetën e tij vetëm në përburgje. Dhe bonin shaka dhe qeshin me Anton Mëshkallën. Dhe vjen një roje, një nga këto gardianët i thotë, "Ore, për çfarë qeshni se ju jeni në burg?" Te Hafiz Ali Kraja thotë, "Ne vetëm trupin kena në burg, ama shpirtin e kena të lirë, kurse ju vetëm trupin keni të lirë, ama shpirtin e keni në burg." E kjo është sot ajo me shit shpirtin dhe ajo fjalia që të shtrënguan prej kafshatës bukës janë gjendje me pranue me gojnë e vetë ata që se besojnë.